A e ke vënë re që Serbia është shumë përpara Shqipërisë dhe Kosovës në botën e kriptos? Po, dhe nuk është e rastësi. Në Serbi, Binance ka pasur prani zyrtare prej vitesh, sponsorizon evente, konferenca, madje bashkëpunon me universitete. Në 2022-2023, ata madje nisën në regjistrimin ligjor si operator kripto, sipas ligjit të ri serb për asetet virtuale. Pra, rregullat ekzistojnë, tregu është i hapur dhe kompanitë ndjehen të sigurta për të operuar. Ndërkohë, platforma lokale si CryptoStart dhe Bitex.rs lejojnë blerje dhe shitje direkt në dinar me llogari bankare serbe. Thjesht, si të blesh kafe online. Pastaj ke komunitetin Bitcoin Serbia, një nga më të vjetrit në Ballkan, që organizon takime, trajnime dhe evente çdo muaj. Ata se shohin kripton si rrezik, por si mundësi zhvillimi. Ndërsa tek ne, ende s'kemi ligj të qartë, bankat të bllokojnë transaksionet dhe komuniteti funksionon më shumë në heshtje. Pra po, Serbia është përpara, jo sepse kanë më shumë fat, por sepse kanë rregulla, mbështetje institucionale dhe mentalitet progresiv. Dhe në këtë garë, kush vonohet, humbet trenin e së ardhmes.